Përplasje që trondit prahimin. Shkurta shpërthen në lot të pakontrolluar. Labi betohet se do të braktisë shtëpinë nëse. Një nga skenat më dramatike në historinë e Big Brother VIP Kosova 4. Mbrëmja e primit të 4 ishte planifikuar të ishte mbushur me surpriza, dinamika të reja dhe analiza të lojës. Por askush, as publiku, as moderatorët, as vetë banorët nuk e kishin imagjinuar se do të shndërrohej në një arenë emocionesh të shpërthyera dhe përplasje të pakontrolluara. Ndërsa dritat e studios u fashitën dhe muzika e hyrjes ralet, kamerat u drejtuan te dy emrat më të përfolur të javës, Labi dhe Shkurta. Tensioni mes tyre ishte rritur ditë pas dite brenda shtëpisë. Por askush nuk e priste që zjarri i fshehtë të shpërthente me një të tillë forcë pikërisht në mes të prahimit. Momentet e para. Shkurta hyn në skenë lënduar, zëri i dridhet. Shkurta hyri në skenë me hapat e ngadalë, sikur mbante mbi supë peshën e një jave të tërë të mbushur me fjalë, keqkuptime dhe presion psikologjik. Fytyra i duke e lodhur, dhe audienca e vuri re menjëherë se ajo nuk ishte në gjendjen e saj të zakonshme. Moderatoria e pyeti lehtë. Shkurta, çfarë të ka lënduar më shumë nga ato që ka ndodhur? Shkurta uli kokën për një moment, sikur kërkonte të gjej forca brenda vetes. Kur ngriti syt, aty ishin lotët që ajo nuk mund t'i fshihte më. Ai e ka nisur konfliktin me mua para se të hym në shtëpi. Më ka bërë të ndihem e sulmuar që në fillim. Dhe ajo që më dhem më shumë, është se ka prekur historinë e vëllait tim. Studioja ra në heshtje. Edhe muzikanti i orkestrës pushoi për disa sekonda. Të gjithë e dinin që kjo që tha ajo ishte diçka e rëndë, e ndjeshme dhe e papritur. Shpërthimi i madh. Shkurta s'mund të mbahet më. Ndërsa ajo vazhdoi të fliste, lotët i rëshisnin faqeve dhe duart i dridheshin. Ajo po shpërthente pikërisht aty, para kamerave, në një moment ku e gjithë Kosova po e shikonte. Unë nuk dua të luaj me gjëra të tilla. Kjo është familja ime, është gjaku im. Askush s'ka të drejtë ta përdor për lojë. Në ato qaste, banorët brenda shtëpisë po ndiqnin gjithçka live. Disa u quan nga vendi, disa kapën kokën, disa u pan mes tyre me sy të zgurdulluar. Reagimi i Labit, i befasuar, i prekur, i zemëruar. Kur kamera u kthye nga Labi, ai duke i habitur. Syti ishin zgjeruar dhe nofulla i ishte shtrënguar. Ai nuk e priste këtë akuzë. Jo, nisi ai duke tundur kokën me forcë. Kjo nuk është e vërtetë, Shkurta. Unë nuk kam përmend asgjë për vëllaun tënd. Dhe po ta them këtu, me gjithë seriozitetin e botës. Ai u ngrit pak nga karrigia, sikur ishte gati të dilte nga vendi i tij. Sot dal nga shtëpia nëse ja kam përmend vëllaun. Sot, në këtë moment, moderatorët u shtangën. Një deklaratë e tillë nuk bëhej çdo ditë. Publiku nisi të murmuriste. Dikush duart trokiti, dikush fishkëlloi, dikush lëkundi kokën. Labi vazhdoi, me zërin që i dridhej nga nervat dhe ndjenja e padrejtësisë. Nuk luaj me gjëra familjare. Nuk e kam bërë, nuk do ta bëja kurrë. E kuptoj që je prekur, por mos më akuzo kot, sepse unë jam i gatshëm të iki nga ajo shtëpi. Vetëm që të mos rri këtu në një akuzë të rreme. Studioja shpërthen. Moderatorët detyrohen të ndërhyjnë. Moderatorja u ngrit nga karrigia dhe ndërhyri. Ju lutem të dy qetësohuni. Këto janë çështje shumë të ndjeshme. Duhet i trajtojmë me kujdes. Por drama veç se kishte marrë hovë. Shkurta nisi të qante më fort, duke mbajtur fytyrën me duar. Ndërsa Labi shikonte drejt kamerës, si për të kërkuar nga publiku një lloj dëshmie morale. Banorët brenda shtëpisë reagojnë pamjet rrëqethse. Në ekranin e madh u shfaqën pamjet e banorëve në shtëpi. Disa kishin ngrirë nga çuditja, të tjerë po tentonin të flisnin mes tyre se çfarë mund të kishte ndodhur. Kushtrimi mërmëriti për vete. Po kjo është shumë e rëndë. Një tjetër banor tha. Nëse Labi e ka thënë, është problem i madh. Por nëse se ka thënë, kjo punë veç sa do të shpërthej më shumë. Pasoje menjëhershme. Atmosfera mbetet e ngarkuar, askush s'flet më lirshëm. Edhe pasi moderatorët shpallën një pauzë të shkurtër për reklama, tensioni nuk ra. Shkurta u duke dërmuar, ndërsa Labi, megjithse përpiqej të duke i qetë, mezi po mbante nën kontroll emocionet. Në fytyrat e të dyve lexohej diçka e qartë. Kjo përplasje nuk është fundi. Kjo ishte vetëm ndezja e një zjarri të ri. Çfarë pritet të ndodh tani? Publiku po pret me ankth. A do të shkojë Labi deri në fund me deklaratën dal nga shtëpia? A do të kërkojë Shkurta sqarim të plot? Apo konflikti do të thellohet më shumë?
A do të kontrolloj produksioni pamjet për të vërtetuar kush ka të drejtë? A do të krijohen kampe brenda shtëpisë pas këtij debati? Një gjë është e sigurt. Ky është një nga momentet më të tensionuara dhe më dramatike që ky edicion ka parë deri tani. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.